Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Burra dhe Gratë që transmetohet ora 20 në radio televizionin Dugagjini, pa humbur kohë sepse kemi një temë super të nxehtë. Përshëndes panelistët, Jehona mirë se vjen. Përshëndetje, Melinda, si gjithmonë. Natsi, Përshëndetje. Edhe Ariola. Mirëmbrëma gjithë. Tema është e rënë, dhurimi i fëmijëve brenda familjes, tradita po dilem. Unë pak të shpjegoj 30 sekunda ku është poenta e kësaj teme. Ka shumë njerëz, kemi njerëz brenda familjes tonë, edhe jo ma largë se mbram i ka lënë përshtypje tjerë zakonshme një doktoreshe super të njohur që përshëndesim në Amerikë, në New Jersey, Shpresa Gjaklin, e cila merret me fëmijët me autizëm, Mikeshe Fadil Berishës, e cila tha që po kemi gjithë në familje madje edhe i madhi, që është për mu hero, që ka shku në atë botë, po është heroi shqiptarisë Regj Gjakli, për cilin do folim do një herë tjetër, tha për shembull Regj Gjakli ka qenë i falur. Të gjithë ne e kemi dikan familje dhe që e ka fal dikan. Fëminja ka fal motrës, që ka fal vllavt, dajës, tezës, aneknej. Për shembull, nona ime, për me marrë një shembull konkret, nona ime është rritur nga tezja ime, nga tezja Ajnë. Sepse i kanë vdek prindrit, e kanë lënë jetim edhe pastaj e kanë qute tezja, është rrit. Kjo është tema. Edhe pyetja shumë e rëndë, po, shumë e rëndë. Tani po e hapim temen a ja kishe fal dikujt fëmijën, në çfarë situate, dhe e dyta, a duhet më tregu këtyne fëmijëve? Është më mirë me bisedu me ta, apo kur e morrin vesh shumë prej tyne shokohen? Po na i falim, pa i pyet, këto është probleme. Unë personalisht kësha pranu me marë fëmijë prej dikujt në raste që është fëmijë i vetëm për me ndihmu. Po për me falë është shumë e ndjeshme se më varet tash prej karakterit personit, ka dikush që mundet me bo, unë e kam pak problem, dhe me thonë. Edhe për mua shumë e rëndësishme ana psikologjike e fëmijët, se edhe unë kam rast në familje që është i falun, po me kalimin e kohës kanë dalë ato problemet, qofte pasunia, qofte një darsëm, qofte një dalin mandej pasojat, unë menoj personalisht, që kanë me qenë më të mëdhaja te fëmiu. Ndoshta gjatë rritjes të fëmijët, ka me qenë një krah, ose të një çift që është i pa fëmijë, ki me plotësu me bo me ndjenjën e prindit, po që po ndodh me fëmijën, nësë është mbrenda familjes. Si popull, dikurëm ka pëlqy kjo si gjest, si akt, po në kohën e sodit ku na jetojmë, unë për vete nuk e kisha Eduard Trokasat që e bon, po unë nuk kisha mujt me e bon. Ashtë shumë heroizëm për mendimin tim. Pa tjetër se është, jo zemër po... Gure, Vesh një nën mundet me kuptu qësh mundet me bo atë sen, për me bo tjetrin, me dhonë, më të dhemshmën vetëm për me bo tjetrin lumëtër. Po i lipse se kuptan? Po nuk e kuptoj këtë fakt as pak, nejsën ashta kur do që të bohen prind, do e kuptoj këtë pjesë, po pa dyshim që kemi edhe njerëz që se kanë mundësin me qenë prind korë, dhe kështu që për fat keq, disa detyrohen për me i dhonë fëmijë një çifti që nuk ka, qoftë në familje apo qoftë në shoqëri. Unë mendoj që ma përpara kishte qenë me marrë një fëmijë nga një strehimor i cili është i braktisur, edhe me fitu me fitu një drejt për vetën tonë, me rrit një fëmijë që është i braktisur për një prindit, qoftë baba apo qoftë nënë, ti kemi hi nëse vap me atë fëmijë mas pari, edhe kemi plotësu një mungesë që e ki të vetja jote. Kurse një fëmijë që e ke pru me një dëshirë, me një ndjenjë trupit dhe qelizave trupit tonë në këtë jetë, mja dhuru. Dikujna, unë për veti, po flasë personalisht është mendimi jam, unë s'ja kisha falë asnjëherë. Pse? Sepse përpara ka qenë kjo traditë, kurse tash është dilem. Ka qenë tradit për para për shkak që shumica e fëmijëve janë rritë të dajt, janë rritë të hallat, të tezja, jo pse ata kanë dashur, po janë rritë nga pamundësia, nga kushtet ekonomike, nga jetesa, nga familje të mëdha që kanë qenë këtu në herë, edhe i kanë qenë fëmijët më rritë të dajt, të hallat apo të tezet. Kurse kjo është më u rrit dhe më u fal,
është një gjë shumë dallim njëna për tjetrës. Kështu që se di, është shumë zorë në Hec po pajtohet me ty. Nëse kjo është një mendim i jami që s'e kam problem se s'pajtohet. Mendoj që edhe në atë vakt ka pas nana që kanë heq dorë prej fëmijës tyne për me bën qoftë vllajën e burrit apo qoftë vllajën e vet apo qoftë motrën e vet, me i dhuru jetë e me ambush shpinë plot. Mendoj që altruizëm edhe vlerë ose ndjenjë më të lartë humanizmit se sa me ja dhuru dikuj fëmin tënd nuk ka. Nuk është të mërshme, sepse më falë, fëmin nuk e ka falë të dikush që nuk e njeh. Po të jafër. E ka falë, të lutem, e ka falë të dikush që e njeh, të dikush që ka me taku, të dikush që ka me patu rrit. Shiko, e di sa fëmi ka, jo më largë se sot, e pash një status, ko thënë ke shkova me lind një fëmi, tha, dhe do me thonë, shkova me lind vajzën, e linda vajzën, tha, dhe ishte një fëmi i braktisur, tha, që vetëm qante, në momentin që shkova e preka, e mora, tha, a i fëmi pushoj, tha. Dhe nuk mundon nga mendja, tha, për ditët tona, sepse vajzën e kishte lani në inkubator, vetëm djesia që ky fëmi i huj, ja ka vanë kësaj nane. Dhe vendosa, tha, me adoptu, me marë, pra një fëmijë të braktisur, me një ngjyrë tjetër, vendosi me marë. Po tani, kur ka një ndjesi kaq të lartë mëmësisë për me marë një fëmijë që është edhe një ngjyrë tjetër, pse s'pas ka edhe ndjesim, një ndjesi kaq të madhe dashurie për me u vetë sakrifiku, është fjalë shumë e madhe, po me adhuru bimin e shpirtit tonë dikuj. Unë personalisht, me mu pas lyp për vllajin, motrën, unë e kisha bo. Pse du të më të lyp, ti duhesh vetë me vendos për veten tonë, nuk është se të lype. Jo me mu pas lyp, me u pas dasht, jo me ma lyp ata, po nëse unë e motrën, vllajin, dhe une, jo me ma kërkue, une vetë e kisha po këta akt për me po, vllajin ose motrën shumë të lumtur. Të lumtur e të e di që nuk është fëmija i të në po është fëmija i motrës. Realisht ku të rritët a i fëmija dhe kuptën që nane ka ditën tjetër e jo. Një ndjesi që e kom pas si non. Unë e kom jetua për fshatit sës në Tiranë, edhe vetëm kër i shifsha 3 vjeqa, 2 vjeqa, 1 vjeqa, në kopsh, do me thonë që e kanë pas ato o burrin e vetë, më kuput ke shpirti, njët i mure. Edhe me ndojsha gjithë, edhe pse i kisha fëmijët, edhe pse i disha që kom e bo fëmijët, gjithë e kom pas një ndjesi që duhet me ja dhon dikuj, me ja zgat një fëmijë dorën që ty të flenë shpirti. Si që na flenë në objekte, në kafsh, njerëz që rrimë për ditëshmëri me ta, ty të flenë shpirtit e një fëmijë dhe me ja dhon një mundësi dhe një oportunitet ndryshe. Nuk është prind, kena foli edhe për ndarjet edhe për tradhtinë edhe për krejt. Nuk është prind vetëm ai që të lind biologjikisht. Prind është ai që ta zgjat dorën edhe të rrit, të formon, edhe të bën njeri. Jo, çdo prind mundet me të rrit me të formu që është formon ai prind që të ka lind edhe të ka rrit deri në fund. Jo, besa ka pas raste. Na nuk i zgjedhim prind këtë jetë. Vërtet që nuk i zgjedhim prind. Po tregoj që koha ka tregu të kundërtën e asaj që po thu ti. Jo, as pak. Ka dalë prindër jo biologjik që ja u kanë falë edhe ja u kanë dhonë gjithë botën e fëmijëve që nuk i kanë bote. E kam një rast për këto, po. Unë kom punu me një vajzë që ajo vajzë ka qenë e braktisur dhe ka marrë një familje tjetër e ka rritë. Po pajtona në qëtë aspekt se e kom një rast, edhe a i fëmi është rritë të mendu që ka babë dhe nonë qatë familje se ku është rritë. Realisht, familja vetë biologjike nuk ka pranu me ditë kjo se ku e ka familjen biologjike. është rritë edhe familja vetë jo biologjike ka të regu, ka thonë që ti kini familje kështu, edhe okej, ka shku vetëm me i taku. Masi që i ka po 18 vjetë, edhe vetëm i ka taku, i ka përqaf, edhe kur nga jo dit ajo familjen e vetë biologjike nuk e ka taku, arsye nuk e kom pyet, edhe e ka dasht nanën e vetë jo biologjike, babën e vetë jo biologjike, shumë a shumë se ata, sepse na kur të braktisim një fëmi, nuk e dim arsyem se nuk dojna me ditë në tarmen që është a i fëmi ka me marat braktisje. Apo kupton? Ose është tjetra. Na mundëm që është e tha dhe Arjola mja falë vlaut ose motrës, okej, na e kemi një ndjesi, po mja falë për me përmbushat njëri ose atë qift. Krejtë në rejtë. Pasojat ati fëmi së kur të rritë është qishtë tjetër. Kom rasta. Ki raste ku ju ka vdek motra, ju ka vdek vlaj dhe fëmit i kanë marrë fëmit e motrës ose vlajt
edhe i kanë rritë nësaj me fëmijët e vetë. Po ndryshë është me rritë, ndryshë është me i falë. Sakrifica është e një. Ndryshë është me i falë, ndryshë është me i rritë. Jo, se është sakrificë ma e madhe kjo tjetra që po e themune, që i kanë marrë edhe i janë detyru me i rritë fëmijët e motrës ose të vllaj që nuk i kanë më njësoj duhen fëmija. Fëmija e motrës edhe të vllajt, unë personalisht... Ndryshë është kër e hektin i fëmijët i gjinit tënë edhe ja falë motrës tënë se vllajt tënë, ndryshë është kër e rritë që është i rritën. Për mu personalisht, dashnia se kom për motër edhe për vllaj... Do me pyet Mirlinden, fjala është për mja fol dikuj një fëmijë, e tjetër është ti me morë një fëmijë me adoptu. Nuk po folëm për me adoptu fëmijë. Po, por ti personalisht si e gjykon ose para gjykon këtë fenomen. Sepse kjo është krejt diçka tjetër, me lën fëmijën pe i zorit, unë i kuptoj. Po jam dakord me ty që duhet me konë shumë superhero, unë për vetin një time si a kësha dhonë dikuj fëmijën të e. Pse me konë hero, s'po kuptaj. Po në regull dhe... Du të me konë shumë i shumë. Unë me i shpirë tatina. Du të me konë shumë i fort, ose e fort që me mujtë me marë. Jo fëmijë, po në mocën e qenin temë si a kësha dhonë dikuj. Qëre për fat keq... Si li mo fëmijën, po... Në të kaluarën, disa dekada me pas, kjo tradit, kjo kultur e popullit tonë ka qenë shumë e normalizuar. Është gjëna, kër e mendon, se sa, dyqysh, one ka herë kër i ndëgjojnë dë raste më doke që thmit i kanë trajtu dyqysh si kur gjoheq, si plomë, si me pas diqka jo fëmi, po si kur diqka që e ki ma shumë. A bëdim që është plus për ty, për familjen tone. I kanë trajtu jo që shë ka meritu fëmija mi trajtu, për fatket, si do mos qikat, me edhim dalimin që e kanë bo djemt edhe vajzat. Do me thonë, nëse e kam pas një qik, ose nëse kam pas shumë qika, edhe vetë me dëshirë, jënë që edhe kam falë ndoshta qiken e 5, 6, ja kam falë dikuj që ka pas nevoj, veç pëse kam thonë, hajtë se kena qika bëllë. Në më thonë, trauma që rritë të thmija, ma gjësi kur e din që thmite vetë e kanë dhonë pa pikdhimte të dikush tjetër, është e randë. One për vete nuk sha mujtë me bo kur, për mua është zdi, e pas pjegushme, është një njësi që thmin tam s'kisha mujtë mja falë kërkuj, për më vjen shumë keq ty nëse nuk t'i ka dhuru zoti thmit, ase je motra jeme, ose je vlla, ose je familjari jam i afërt, me gjithë respektin, adoptoni thmi tjetër. Thmin tam, jo kur. Bota gjithë një më shumë po përdor nanat surrogato. Kena me post temat e. Po, ajo tjetër sa. Po, edhe ato pri gjakut vetë rrisin atë fëmi. Pri gjakut vetë rrisin atë fëmi. Pri gjakut vetë vetëm ako logjik, hajde që po thot Merlina në kohën e kalu me nona tona të shkreta që s'kan dit. S'kan dit më mirë, s'kan pas gjedhje. Jo, s'kan dit, pa e kam pas detyru, shë një marë thmim, ja falë dikuj. Me detyru t'i gruën, me i bon 5.000, 6.000, 7.000 dhe të gjonë një djallë. Une mendoj që kjo, une mendoj që kjo që e kena folë sot kjo tematik, është e kove të shkume. Atër, asë mjekësia, sot muj me folë për nonat surrogato. One për shambull, sot ka format të ndryshme. Sot ka format të ndryshme, ka politikat të ndryshme, se ti mund të marrësh një fëmi. Ka forma, po ju të gjithë njerëzit e dinë edhe i kanë mundësit me bo. Ka raste kur prindrit jënë detyru ndoshta me largu fëmin e vetë, prej vetës për një periudhë, unë e kom një rast edhe në familje, prindrit kanë qenë duke jetuar në diasporë dhe të punu gjatë gjithë kohës edhe nuk kanë pas mundësi për një dado për fëmijët e tyre. Edhe ka pas, do më thonë, u ka një rasti që e kanë sjell fëmin në Kosovë me jetu të familjarët tjerë të tyre, me muaj të tërë. Do më thonë, gati edhe me vite, edhe u rritë fëmija pa e po nonën e babën vetë, periuda shumë gjata. Që unë e kom vrejt, po okej, po edhe rastet e tila ka pas te për shpesh që kam bod kalume. Edhe unë e kom vrejt që fëmija rritet pak. Po binin kontradikt, pra më nëse të ka një braktisje është edhe kjo. Fëmiz indikon ekstrem shumë. Për shkak punës e me lon pa prend,
është halo më të Edhe mërë kjo se mja është shumë e fort rëndë, dikun. edhe unë e kom vrej që në atë rast ai fëmijë i cili ka qenë i praktisur pak periudhë më gjatë nga prindërit e vet, okay, ata kanë ardhur dhe kanë ardhur mas një kohë shumë gjatë. Po ndryshe u kanë, edhe e kom vrej që ai fëmijë u vrej shumë ai ndjeshëm në raport me prindërit e vet. Edhe me siguri si falë prind sot e kësaj dite se për atë kohë që i ka mungu. Nuk është kontradikt kjo. Ai ka pru Kosovë për shkak që s'ka pas mundësi me pagun i dago. Jo, s'është kontradikt, se ka pru me urrit. Jo, ndryshe është me fal, edhe nuk më interesu më pranë. Me urrit me kanë, me urrit me kanë, jo me prind. Jo, çfarë kjo është pak më e lehtë. Jam një shembull. E ka Jo, kjo është pak më e lehtë se sa më afër komplet. Shumë e lehtë. E ka sjell fëmin për jashtë, e ka lënë për një afat kohor disa vjeçar. Tani njësoj është, se fëmin, ote nana, ote baba, ote modra, ote vllai, Për mos është njësoj aspekt, se ndryshe është mja fa, ndryshe është me dërgu për më urrit. Ose me lion të Mos t'i harrojmë edhe rastet ku shumë prind kanë bërë shumë sakrifica me fëmijët e tyre, ja u kanë dhënë familjarëve të tjerë në shtete, në për Evropë, mi adoptu, edhe ndoshta fëmia ka qenë 12 vjeçar, 13, 11, 10, ndoshta edhe më i vogël, për një jetë më të mirë e kanë sakrifikuar fëmijën e vet, që për mua edhe kjo është ekstrem e rëndë. A e mbyllim emisionin me një mesazh gjithë bashkaresht që gjitha ato nana edhe ata babalar të lumtur që kanë harmoni dhe kushte ekonomike, vetëm vitin e kaluar prej statistika vetëm në spital, të në qendër klinike universitare në Prishtinë, janë 32 fëmijë të braktisur. 32 fëmijë vetëm. Shumë, sepse dhe lindshmëria ka ra shumë. E 6 fëmijë janë të braktisur vetëm në muajin janar të këtij viti, kështu që shkoni, adoptoni këta fëmijë edhe jeta juaj ka më ndryshu në mënyrë radikale, edhe pse e di që keni me kalu në për një procedurë aq të poshtër, aq të rëndë prej institucioneve, se kam përvojë dikush nga familja ime që ka jetu në Angli dhe ka adoptu një fëmijë, zot na ruish çfarë byrokracie është e tmerrshme. Unë veç kisha dashur edhe Nisan më thonë që po shumë e vërtet që me shku me marr fëmijë dhe me adoptu. Dhe shpresoj që gjithë secili njeri që nuk ka fëmijë me bëni gjatë të tillë. Po asnjëherë fëmin e juaj mos e falni. Është mendimi im. Faleminderit shumë. Kena mendime të ndara. Jemi individ, reagojmë mënyra të ndryshme, natën e mirë shqiptar, kudo që jemi, të shjemi prapë të burra dhe gra. Natën. Se me të bome.